E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish natën e sotme me ju për të sjellur ngjarjet dhe për të dhënë analizat më të fundit rreth lajmeve, qëndrimeve rreth dy Big Brotherave. Pyetja, të cilën unë do ta adresoj drejt jush dhe njëkohësisht do t'jap dhe mendimin tim është kjo. Big Brother VIP Albania dhe Big Brother VIP Kosova, edhe pse janë dy reality show që bëhen në vende shqiptare, a kanë konkurrencë në mesin e tyre? Dhe personazhi i cili tashmë e ka sjell në pak të Big Brother Kosovën dhe Big Brother Shqipërinë, a ka për detyrë të bëj përçarje, apo do t'jetë banor në Big Brother VIP Kosovën, apo produksioni Big Brother VIP Kosovës i ka dhënë një rol të rëndësishëm. Dhe flas pikërisht për Ben Blushin. Në videon e mëhershme që ne postuam në orën 19, trajtuam deklaratën e Ben Blushit drejtuar Arbana Osmanit, që sipas mendimit të tij dhe me të drejtë të plot, Arbana është moderatorja më e përkryer për të udhëhequr Big Brother VIP Albania. Jemi në rregull deri këtu. Por si lindi kjo gjëja e madhe? Ben Blushi duket që ka qenë në vizitë në Kosovë, konkretisht në shtëpinë e Big Brother VIP Kosovës. Do të thoni pse? Sepse drejtuesi kryesor i këtij reality show në Kosovë, Alaudin Hamiti, publikoi një fotografi në Instagramin e tij me Ben Blushin dhe ishte krenar dhe i lumtur që Ben Blushi, dikur një udhëheqës i besuar i televizionit Top Channel, ishte në vizitë dhe ishte pjesë e këtij reality show, i kësaj shtëpie kaq gjigande. Tani, unë nuk e besoj në fakt që Ben Blushi do t'jetë banor i Big Brotherit, por nuk është diçka e paritshme. Do të thënë, duke e njohur tregun mediatik se si funksionon dhe duke e njohur mënyrën se si personazhet publik përzgjedhin rrugët e tyre për të arritur deri në destinacionin ku ato duan, me patjetër që edhe për një inatin e tij apo për një hatërmbetje, që mos ta quajmë inat, por për një hatërmbetje, mund ta bënte një lëvizje të tillë. Tani, pyetja e madhe që lindën është, a ekziston një gjuhë e përbashkët mes dy televizioneve dhe mes dy reality showve që të dyja janë shqiptar, apo e shohin njëri tjetrin me konkurrencë? Tani, duke u bazuar nga pamja e jashtme tek ajo që un kam arritur të kuptoj si një, le ta quaj, analist, si një gazetar i kësaj gjëje, un kam arritur të kuptoj që këtu nuk ka një qetësi, këtu ka një lloj inati edhe mlefi se kush më shumë të merr klikime, do të thënë luftohet për klikime. Dhe nuk besoj që ka një gjuhë të përbashkët në këtë mes për të bashkëpunuar të dy Big Brotherat mes njëri tjetrit. Unë mendoj që të dy janë duke luftuar shumë, të hënën fillon Big Brother VIP Kosova që presim të ketë surprizat jashtëzakonshme, banorët i kanë mbajtur shumë intim, shtëpinë e kanë treguar shumë pak, do me thënë e gjitha do të zbërthehet të hënën, e ruajnë me shumë fanatizëm që fatmirësisht apo fatkeqësisht edhe fansat nuk kanë patur mundësi të postojnë diçka. Por nga ana tjetër, kemi Big Brother VIP Albania që ka nisur me reklamën e madhe dhe një nga drejtuesit më të besueshëm të televizionit Top Channel është vizitor në Klan Kosovën. Do me thënë, ka një gjë që nuk shkon në këtë mes. Ka një gjë që nuk shkon, unë dua të marr mendimin tuaj. Unë në fakt dua të shoh Ledionin dhe Alaudinin në paqe dhe të vllazëruar ndërmjet veti, pa marr parasysh a bëjnë të njëjtin reality show. Publiku do pëlqen vërtetësinë, publiku do pëlqen transparencën, por nuk do pëlqen se si do sillen ato me njëri tjetrin. Por unë mendoj që ka këtu një krisje dhe këtu luftohet për klikime,
luftohet shumë se kush të jetë në qendër të vëmendjes dhe çfarë të sjellim. Mendoj që Big Brotherat janë pak bumerang, do të them që Big Brother Kosova imiton nga Big Brother Shqipëria, sepse Big Brother VIP Albania është një hap më larg se Big Brother VIP Kosova dhe nëse duhet të sillet risia në këtë reality show, me patjetër që duhet sillet nga Big Brother VIP Albania dhe jo nga Big Brother VIP Kosova. Dua të marr mendimin tuaj rreth kësaj ngjarje.